Një moment i mbushur me emocion shënoi ceremoninë përfundimtare para hapjes zyrtare të qendrës presidenciale Obama në Chicago, ku Michelle Obama zgjodhi të ndërrojë kujtimin e nënës së saj të ndjerë në një mënyrë krejt të veçantë. Ish zonja e parë e Shteteve të Bashkuara u shfaq e veshur me një fund ku ishte stampuar portreti i nënës së saj, Mary Ann Robinson. Gjatë fjalës së saj, Michelle tregoi se bashkëshorti i saj, ish presidenti Barack Obama, e kishte parë për herë të parë këtë veshje pak minuta para ngjarjes dhe ishte prekur thellësisht nga simbolika e saj. Mes emocionesh, Michelle tha se nëna e saj do të ishte krenare për atë që familja Obama ka arritur dhe veçanërisht për ndikimin që Barack Obama ka pasur në komunitetin e Chicagos dhe më gjerë. Ajo e falenderoi publikisht bashkëshortin e saj për realizimin e projektit të qendrës presidenciale Obama, një nismë që synon të shërbejë për brezat e ardhshëm. Nga ana e tij, Barack Obama pranoi se momenti e kishte emocionuar. Ai kujtoi me respekt Mary Ann Robinson, duke theksuar rolin e saj të jashtëzakonshëm në edukimin e familjes dhe vlerat që ajo u transmetoi fëmijëve të saj. Obama tha se ajo kishte ndërtuar një shtëpi të mbushur me dashuri, shpresë dhe mençuri, pavarësisht sfidave që i kishte përballuar. Ceremonia u zhvillua pak ditë para hapjes madhështore të qendrës presidenciale Obama, e cila do të festohet gjatë fundjavës së Juneteenth nga 18 deri në 20 qershor. Aktivitetet do të përfshijnë koncerte dhe performanse nga artistë të njohur ndërkombëtar si Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Mark Anthony dhe John Legend. Kompleksi i ri, i financuar nga donacione private, do të ofrojë një bibliotekë publike, ambiente sportive, hapësira komunitare dhe salla aktivitetesh, me synimin për të shërbyer banorëve të Chicagos dhe vizitorëve nga e gjithë bota. Por, për te inaugurimit dhe festimeve, momenti që tërhoqi më shumë vëmendje ishte homazhi prekës i Michelle Obama për nënën e saj, një kujtim i fuqishëm për rëndësinë e familjes dhe trashëgimisë personale.